thonë kundërshtarët e protestës. Së dyti, protesta zbuloi shumë elemente. Zbuloi në radhë parë arrogancën e qeverisë. Sjelljet e saj, sidomos në vokabular, të shpifjeve, të dhunës verbale, të fyrjeve nga më të ndryshmet, me lloj emra kafshësh dhe insektesh, çka të bën të kuptosh se protesta kësaj radhe nuk është në skenarin e atyre që qeverisin vendin. Së treti, protesta kësaj radhe ka një tipar shumë të rëndësishëm, mbështetjen ndërkombëtare. Mbështetjen e medias ndërkombëtare, por mendoj që ka edhe mbështetjen e kancelarive ndërkombëtare. Sepse bëhet fjalë për rrujtjen e territorit të Shqipërisë, për mbrojtjen e këtij territori, për mos shitjen e këtij territori, dhe në këto kushte Europa është e interesuar për një Shqipëri solide, të pavarur në kuptimin e integritetit territorial, ashtu si për çdo vend tjetër evropian, dhe për një Shqipëri të zhvilluar dhe të përparuar, jo vetëm për një grush njerëzish, por për një Shqipëri që premton mirëqenie, premton standard jetese për çdo qytetar të